një njeri bukprisht nuk ka e tash e thot vetë Qosiqi thot ne e kemi artë rrenën. Unë kom bërë polemika qështu si me juve kom lejt me Qosiqin dhe kom pyet zotëri 1904 të nishin ata shqiptarë që kanë bashkë pranuar me luftuar bashkë me juve. Ajo është identike si kur me i kënë thonë hebrejve që nuk 25 dhe luftoni me Hitlerin, se kur gjusu ka bo. Kjo duhet mu studiua kjo element. Apo e shifni për çdo natë në televizion, në radje, në shtyp, Serbia kërcënohet se do të marshoj në Kosovë. Edhe një fjali. Barikadat që kënë këtu tash. Po, në Vejrë Mitrovicës. Prifti ish aty. Doli Vučić dhe tha, heqni barikadat. Ka dole, nuk është koha ma me rabush. Na nuk ka shkollë se kemi kryer na shqiptarë. Dhe me thonë, a i vetë i kanë ditë barikadat, a i vetë për i hjek. Tash, unë nuk ja jap krahin asë një pushteti, për pas ati drejtet. Por, nëse Vučić po shohën sërbisht, një pjesë në për emisionet televizive, po dolën e po shohin Shqip pushtetin aktual. A ne e dim rena si shkon. Nuk është bashkë letë. Nuk është bashkë punë e letë. Sa e Eskobari, e a i Lajçaku, e i tjetëri e rrehin tavolinën dhe po të thëtë, ka mu themelue asociacioni sërb, e aje do të thëtë një Republikë Sërbe. E aje Republikë Sërbe në Bosnjë as ka qenë kur për u bon Dayton. Pse u bon? Me ju është Sërbin me hjek pej gojës Rusisë. Aja nuk po hiqet. Une e kom shkruar, se nuk i lëvdoj shkrimet e mija para 10 dite, nëse Serbia e dënë Rusin, Rusia ma shumë e do Bulgari. Prandaj Sërbet duhet vëdisuhen këtë element edhe të kthehen ka Evropa nëse duhen të mirë. Në të kundërtën, po e thomë, publikisht të kënë këtu edhe do djemëtri edhe nëse fillon Serbia një luftë 3, letë dihet